Në radhë parë nuk mendoj që në Serbi është duke ndodhur ndonjë reformim. Pra është diçka që ka ndodhur më përpara dhe nuk ka përndryshuar asgjë edhe nëse ikën Vučić të nesërmen. Në protest besoj që ka shumë grupe, jam sigur që po të ndash mund t'jesh një 10 grupe me secili me një mendim ndryshëm aty brenda. Mund të ketë pro-perëndimor, mund të ketë pro-rus, mund të ketë radikal me ekstremist. Nuk mendoj që ka nisur nga një nxitje nga jashtë, s'ka nisur nga fakti që në Serbi ka shumë vite që ka një lloj zemërimi dhe mërije, jo ndaj qeverisë, por përgjithësi ndaj shoqërisë serbe. Nuk ka qenë rastësi që opozita në zgjedhjet e fundit e kishte emrin Serbia kundër dhunës, sepse ka një, le të themi, mentalitet dhune që është tërë shoqërinë serbe. Në këtë moment kam përshtypjen që as perëndimorë pas Putini nuk besoj se mund interesonte fakti që të ikte Vučić apo të vinte dikush tjetër, sepse Vučić është fakti që është kaluar mirë me të gjitha palët, pra i ka dhënë perëndimi atë që donte perëndimi, edhe Putini i ka dhënë atë që dëshironte Putini për momentin. Pra është një shpërthim i brendshëm. Unë mendoj që është një shpërthim i brendshëm, duke njohur Serbinë dhe serbët, mendoj që është një shpërthim i brendshëm, ka lindur nga pakënaqësi shumë e thellë brenda popullit serb, jo vetëm me qeverinë, por me shoqërinë në përgjithësi. Por që nuk do arrit dot ta reformojë Serbinë. Sepse unë mendoj që Serbia nuk reformohet. Është një protest që e çon më në perëndim, e çon më në lindje, apo e lë Serbinë Serbi? Unë mendoj që nuk ndryshoi asgjë në thelb, sikur të ikë Vučić nuk ndryshoi asgjë.